Sëri një insert tjetër ku tregon apologjinë e Xhelal Staraveckës për dënimin e tij, por përpara se të kaloj tek inserti, dua të lexoj çfarë thot Xhelali tek kujtimet. Thot arrestimi im, thot, ishte ilegal nga ana e policisë, pasi nuk isha bërë ndonjë krim në tokën italiane gjatë prezencës time në atë shtet. E nëse do të më arrestonin si kriminal lufte, autorizimi i arrestimit duhet të dilte nga qeveria aleate, që kryesoi në Rom nga admirali Stone, pasi Italia nuk ishte fuqi si e okupuar që ishte, të arrestonte dhe gjykonte e të dënonte shtetas të huaj që të kishin vepruar kundër Italisë pushtuese në adheun e tyre të pushtuar nga italianët. Fakti që italianët ishin pushtues, a e justifikon Xhelal Staraveckën, apo fakti që italianët ishin të dorëzuar e bën atë? Ai ka të drejtë për sa i përket jurisdiksionit dhe kush ishte ai që mund të arrestonte, sepse po ashtu ka të drejtë kur e thekson aleatët, të cilët për hir vërtetës ishin në kohë edhe në marrëdhënie me qeverinë shqiptare, ose thëndyshe qeveria shqiptare kërkonte që të arratisurit e luftës të ktheheshin për të gjykuar, çka nuk ndodhi, por duhet të kemi parasysh diçka. Në Italinë pas luftës ende administrata, qoftë ajo politike, ushtarake, policore, ishin ende përfaqësues të periudhës së Mussolinit. Dhe një pjesë e mirë e tyre, madje dhe Xhelali vetë e prek, domethënë i cilëson edhe si fashist, padyshim që ishin në ndjekjet e atyre që ishin të evidentuar për gjëra të tilla, dhe sidomos që i kishin luftuar shumë gjatë luftës. Dhe Xhelali, si dhe plot të tjerë në këtë kohë, sigurisht që ishte ndër kryesorët që ishte evidentuar për një luftë të ashpër ndaj italianëve. Kështu që në një farë mënyrë më shumë se vënia e drejtësie për sa i përket asaj çka i kishte bërë në vend tjetër dhe shtetas tjetër në fundit, ka të bëjë më tepër me akmarrje që po merre nga institucionet, dhe kjo del edhe në atë që e thotë dhe unë e shikoj krejtësisht besueshme, nga institucionet italiane për sa i përket veprimtarisë. Po ashtu, në një farë mënyrë, është edhe një lloj, si thuash, justifikimi që kërkon të bëhet, apo vënie një drejtësie në vend përballë popullit italian, duke qenë që morën me vete dhe faturën e kapitullimit edhe të një lufte agresore që bën italianët kohë si pjesë e aleancës me Gjermaninë dhe Japoninë. Kështu që ka shumë element të tillë, por që në thelb, ajo që duhet thënë është për sa i përket Xhelal Staraveckës, se e prekëm pak përpara, përmendim me drejt Naimi gjë e parë tradhtar. Tani, etiketimi tradhtar në histori e para një nuk përdoret më, sepse sigurisht që është një fjalë i përket historiografisë komuniste. Një historiografie që ne kemi lënë pas nesh, sikurse edhe periudhë historike, padyshim që është nga personazhet historik ushtarak të luftës, i cili është goditur më shumë, mos po është i pari që është